Ja kush pritet të largohet këtë martë nga shtëpia e Big Brother VIP. Sipas sondazhit të bërë deri tani, rezultatet paraprake po tronditin lojën dhe po vendosin një emër qartë në qendër të rrezikut. Enrik Loshi kryeson listën dhe aktualisht me 42% të votave, konsiderohet më i rrezikuari për t'u larguar nga shtëpia. Diferenca është e ndjeshme dhe presioni mbi të rritet nga ora në orë, ndërsa çdo veprim i tij po shihet dhe po peshohet nga publiku. Pas tij vjen Casey me 31%, i cili ndjek nga afër dhe mbetet në zonën e nxehtë të votimit. Gara mes tyre po tensionohet dhe çdo ndryshim i vogël mund të ndikojë drejt për drejt në renditje. Më pas janë Ina 17% dhe Mateo 10%, me një numër më të vogël votash, por loja mbetet e paparashikueshme dhe asgjë nuk është e sigurt deri në momentin e fundit. Kush mendoni se duhet të lërë shtëpinë e Big Brother VIP?